Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, shohim energjinë që na vjen. Ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Gjithsesi jemi të energjia e shenjave të ujit, energjia e shenjave të tokës dhe energjia e shenjave të zjarit. Ju shoh shumë ndërimtar në fillim të javës, do keni shumë oferta në lidhje me dashurinë, po ju do jeni të përqendruar te një dashuri, te një person që vërtet ju tërheq. Ndërsa për pjesën tjetër, në lidhje me ëndra dhe iluzione që keni në lidhje me shtëpinë, me familjen, në lidhje me punën tuaj, ju shoh që edhe aty do keni shumë oferta, por përqendrimi juaj do jetë vetëm te një ofertë që do t'ju tërheqi. Mund të ketë oferta në lidhje me partneritete, bashkëpunime të ndryshme, në lidhje me anën ekonomike për një pjesë tjetër. Sepse në mes të javës shoh që ju do jeni në rritje, gjithçka është në rritje. Këto ëndra dhe këto iluzione që ju keni krijuar në lidhje me një dashuri, atëherë është momenti që ju të investoni te ky person. Por shoh që keni frikë në lidhje me këtë person, për të investuar te një dashuri, ose për të bërë diçka. Këtu kemi në fakt disa figura që japin, mund të keni dhe persona rreth rrotull që ju rrethojnë, ose ju shikojnë në distancë, nuk e di, por janë persona jo dashamirës për ju. Ndërsa për pjesën tjetër shoh rritje ekonomike. Ju do rrisni të ardhurat tuaja, ndoshta do investoni më shumë te fëmijët tuaj ose fëmijët tuaj te ju. Ndërsa për një pjesë tjetër, ju mund të bëni një punë të dytë për të rritur të ardhurat tuaja. Por ju shoh në rritje të gjithçkaje, si nga ana emocionale, në lidhje me ëndrat që ju keni, në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me investime të ndryshme që doni të bëni, por dhe kjo mund të ketë lidhje edhe me rritjen e rrogës, që ju do kërkoni një rritje rroge gjatë kësaj periudhe. Dhe në fund të javës ju shoh në fillime të reja me shumë pasion. Është një fillim i ri në dashuri me këtë person që ju ëndrroni, dhe shoh që është një fillim ku do ketë shumë zjarr, do ketë shumë pasion në këtë njohje që do bëni, ose në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaj që dëshironi të investoni. Edhe pse shoh që këtu keni frikra brenda vetes dhe keni dhe persona jo dashamirës që ju rrethojnë. Ndërsa për pjesën tjetër kjo ka lidhje me punën, me anën ekonomike. Mund të keni një kontratë, fillimin e një kontrate të re, fillimin e një pune të re, por gjithçka do ta bëni me shumë pasion, ju shoh, gjatë fundit të javës, sepse jemi te energjia e zjarit, dhe mund të jetë një fillim i ri, një kontratë shtëpie, një kontratë martesore, një kontratë pune, një kontratë për të larguar jashtë shtetit, një kontratë në lidhje me dokumenta ose situata të ndryshme që ju do keni. Gjithsesi është një javë fantastike, gjithçka do jetë në rritje, me fillime të reja, me shumë pasion në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Ka një energji fantastike, kemi kartën e të dashuruarve, kemi energjitë shenjave të zjarit, kemi energjinë e shenjës së Demit, të Peshores dhe Shijetarit. Atëherë, ju shoh shumë të dashuruar në fillim të javës. Do keni një njohje të re, një takim me këtë person ku do ndjeni shumë të dashuruar. Për pjesën tjetër, ju do ndjeni një dashuri të fortë ose do keni shumë pasion në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Gjithsesi duhet keni kujdes nga një person i tretë. Është një person i tretë që ju shikon duke pasur pak me zili në lidhje me këto njohje që do futeni me këto lidhje ose me këto marrëdhënie. Ndërsa për pjesën tjetër shoh që do keni partneritete, bashkëpunime të ndryshme, po që do jem bashkëpunime shumë të mira në lidhje me ju.
mesin e javës ju shoh në udhëtime, mund të jenë udhëtime për pushime, mund të jenë udhëtime pune, udhëtime jashtë shtetit, por shoh një fitore, një sukses. Ndoshta për një pjesë tjetër shoh që do keni fillime të reja dhe do jetë një fitore për ju. Mund të jetë një fillim i rindashuri, një shtatzani gjatë kësaj periudhe, mund të jetë një partneritet, një bashkëpunim, një punë e re, por që do t'ju sjellë zhvillime shumë të mira. Është një javë fantastike, ju shoh shumë të suksesshëm gjatë mesit të javës, si në lidhje me punën, me shtëpinë, me familjen, nga ana ekonomike. Do ketë persona që do t'ju mbështesin, por do ketë dhe persona që do jenë ziliqar ndaj jush, sepse e shoh 2 herë këtë gjë, edhe në fillim të javës dhe në fund, edhe në mesin e javës. Por fundi i javës jeni në një pozicion mbretëror, më falni, perandoreshe. Këtu shoh që ju do keni fillime të reja, fillime që do marrin zhvillime të mira, por që do t'ju sjellin bollëk dhe prosperitet në të ardhmen. Dhe tham, mund të jetë fillimi një dashurie të re që vërtet do marri zhvillime shumë të mira. Mund të jetë një shtatzani që do jetë me fat, sepse kemi dhe Jupiterin këtu si planet, është planeti fatit dhe ju do t'ju ndihmoj gjatë fundit të javës, por dhe në çfarë do lloj fillimi që të bëni, si dhe vendi punës, në lidhje me partneritete, me bashkëpunime të reja, ose dhe në çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi është një javë fantastike, thjesht duhet keni kujdes nga persona që ju kanë zili, sepse shoh që do keni edhe në lidhje me dashurinë, dhe në lidhje me punën ose me udhëtimet persona që do t'ju kenë zili gjatë kësaj periudhe. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Shijetarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente, ku e keni. Gjithsesi kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, të zjarit që jeni ju vetë dhe energjitë shenjave të ajrit. Po mendoni shumë seriozisht në fillim të javës në lidhje me një dashuri, mund të jenë në pritje të një përgjigje nga një person. Shoh që keni kaluar shumë, keni marrë shumë goditje në jetën tuaj në lidhje me dashurinë dhe shoh një çlirim nga këto situata, stresi, tensioni që keni kaluar për një kohë të gjatë. Dhe shoh fillime të reja këtu, në lidhje me një person që vërtet mendon seriozisht për ju. Për pjesën tjetër, shoh që po mendoni shumë fort në lidhje me fëmijët tuaj, në lidhje me shtëpinë, prisni përgjigje, ndoshta për të shkuar dhe me pushime, për të kaluar së bashku. Filloni ndryshoni këndvështrim, bëni plane afatgjata, si në lidhje me një njohje, me lidhjet ose marrëdhëniet, në lidhje me fëmijët tuaj, por dhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që kanë lidhje me dokumentat. Dokumentat mund të jenë nga më të ndryshmet. Mund të jenë dokumenta patente, dokumenta shtëpie, dokumenta që kanë lidhje me shtetin më tepër. Por shoh një çlirim nga të gjitha këto situata. Ndoshta ju keni pasur tension dhe stres për një kohë të gjatë, po i ka ardhur fundi kësaj situate dhe unë shoh që ju çliroheni për të bërë një fillim të ri, sikur liroheni nga këto situata. Për pjesën tjetër në lidhje me anën ekonomike, ju mendoni shumë seriozisht, jeni në pritje të disa parave. Ndërkohë ju shoh që duke parë gjërat që ju rrethojnë, ju filloni të bëni plane afatgjata ekonomike në lidhje me punën, në lidhje me projekte, me bashkëpunime të ndryshme. Për pjesën tjetër mund të jeni dhe në pritje për të larguar, për të shkuar diku me pushime, tham. Ndoshta shkoni në një distancë që mund të jetë e gjatë ose e shkurtër, por gjithsesi ju shoh me plane afatgjata. Është një energji fantastike dhe çlirim nga çështje dhe situata që mund të kenë lidhje dhe me dokumentat dhe me studimet për një pjesë tjetër, por dhe me anën shëndetësore për një pjesë tjetër. Do keni mbështetje nga një energji femërore, është një femër shumë e afërt për ju, që do t'ju këshillojë ose ju mbështet edhe ekonomikisht. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Briciatit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve.
mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Juftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por edhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë jemi te energjia e shenjës së demit, energjitë shenjave të ujit dhe energjitë shenjave të tokës që jeni ju vetë. Ju mund të keni ascendente ose hënë në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Në lidhje me dashurinë, ju shoh që do jeni, sigur ju janë lidhur pak duart në fakt, dhe këte kemi me hënën e plot, hëna e plot është në datën 29, do më thënë e kap kjo javë, ju do besoni intuitën tuaj në lidhje me një dashuri, me një person të shoqërisë tuaj. Shoh që do jepni dhe do merrni me këtë person, mund të shkëmbeni mesazhe, SMS, nuk e di, por mund të flisni nga afër me personin deri në fund të javës. Për pjesën tjetër, shoh që besoni intuitën tuaj në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Ju shoh që mbani shumë sekrete brenda vetes. Keni hequr dorë nga gjërat që keni besuar, nga personat që keni besuar deri tani, dhe unë shoh që ju do fusni besime të reja. Ose ju do ndryshoni këndvështrim, do të shikoni gjërat ndryshe. Por gjithmonë duke dëgjuar intuitën tuaj, si në lidhje me shoqërinë, sepse ka lidhje dhe me shoqërinë këtu, por dhe në lidhje me anën ekonomike, me disa para që ju i merrni, po ashtu si do t'i merrni, ashtu dhe do t'i jepni. Për një pjesë tjetër, ju shoh që në mes të javës do jeni duke festuar, ndoshta mund të jeni duke shkuar me pushime, aty do ndjeni shumë mirë në grupe njerëzish, ju shoh shumë festiv. Ndërsa për pjesën tjetër mund të jeni duke festuar me shoqërinë tuaj ose me familjen tuaj. Por në lidhje me anën ekonomike, shoh që merrni para, mund të merrni para dhe ashtu siç i merrni, ashtu dhe do t'i shpenzoni. Mund të ndihmoni fëmijët tuaj, fëmijët tuaj mund t'ju japin ju disa dhurata gjatë kësaj periudhe ose ju fëmijëve tuaj, por gjithsesi shoh ose mund të keni shpenzime të ndryshme, mund të jenë shpenzime me pushimet, mund të jenë shpenzime pagesa faturash ose diçka tjetër, por është një shumë që ashtu siç ju vjen, ashtu dhe ju i kanë. Gjithsesi është një javë fantastike dhe në lidhje me ju përshëndes të gjithëve, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, shohim energjitë, ju mund të shihni dhe shenjën tuaj ascendente, sepse është shumë e rëndësishme. Gjithsesi, ju shoh jemi te energjia e shenjave të ujit, jemi te energjia e shenjës tuaj dhe jemi te energjia e shenjës së tokës, atë shenjave të tokës. Gjithsesi, mund të keni dhe ascendenten ose anën në këto shenja. Ju në fillim të javës ju shoh shumë emocional, dëshironi të hyni në një njohje të re, keni shumë emocione në lidhje me një person dhe ju keni manifestuar për të qenë në një fillim të ri, për të hyrë në një njohje të re, dhe unë shoh që ju do ta realizoni. Dhe deri në fund të javës është një fillim i ri i menduar mirë. Për pjesën tjetër, ju shoh një çlirim, ju shoh shumë të emocionuar, shumë të gëzuar, mund të jeni me pushime gjatë fillimit të javës, por ndërkohë ju keni manifestuar për të realizuar diçka në lidhje me shtëpinë, me familjen, me anën ekonomike. Me anën ekonomike e shoh shumë fort dhe unë shoh që ju do arrini të realizoni gjithçka që keni manifestuar. Varet për çfarë ju keni manifestuar. E rëndësishme është që ju do ndjeni shumë mirë, do arrini të realizoni ato ëndra dhe ato ëndra që ju keni në lidhje me gjithçka, sepse ju shoh që keni manifestuar për t'i realizuar dhe një fillim i ri, është një fillim i ri ekonomik, mund të jetë një punë e re, një partneritet, një bashkëpunim, një biznes, një projekt, mund t'i merrni nga më të ndryshmet. E rëndësishme është që keni fillime të reja të menduara mirë, si në lidhje me dashurinë, realizime, si në lidhje me punën, me familjen, me anën ekonomike, por dhe çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni.
është një javë fantastike, për ju ishte javë, e shoh që është një energji vërtet shumë e bukur. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, shohim, kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së Akrepit, energjitë shenjave të tokës dhe energjitë shenjës së Shigjetarit. Në fillim të javës, shoh që jepni fund çështjeve dhe situatave të ndryshme, psoni një transformim shpirtëror, keni ndryshime të mëdha në jetën tuaj, si në lidhje me një dashuri, ku ju lini mbrapa gjithçka dhe shoh që aty ju presin surpriza, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, dhe këtu kemi hënën e plot që e kemi në datën 29. Gjithsesi, unë shoh që ju do keni surpriza dhe ndryshime, por dhe një transformim shpirtëror gjatë fillimit të javës. Dhe në mesin e javës, ju shoh që do bëni një fillim të ri. Mund të jetë një fillim i ri në dashuri, për gjithë ata që dëshirojnë të futen në një njohje. Por më tepër e shoh një fillim i ri ekonomik. Është diçka e menduar mirë. Mund të jetë një punë, një biznes, një partneritet, ose diçka që mund të ketë lidhje edhe me çështje dhe situata të tjera që ju keni menduar mirë. Dhe në fund të javës shoh që do jeni shumë transparent në lidhje me këto fillime të reja. Nëse ju dëshironi të vërtet të futeni në një njohje të re, ju do jeni shumë transparent, do mundojeni të shkoni gjërat më pozitivisht, do ndryshoni këndvështrim, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me familjen, me punën tuaj, me anën tuaj ekonomike, por e rëndësishme është që ju harrini që edhe brenda vetes tuaj do ndjeni më pozitiv në fund të javës. Është një javë shumë e fortë edhe në lidhje me ju, sepse sjell një transformim shpirtëror, ndryshime të mëdha, fillime të reja, por sjell edhe një lloj transparence, një lloj ndërgjegjësimi në lidhje me ju, duke i parë gjërat më pozitivisht në lidhje me gjithçka që keni në jetën tuaj. Atëherë kjo ishte edhe për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe videot me tema të ndryshme që japim në këtë kanal. Dhe ftoj edhe një herë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, dëgjim të këndshëm të kësaj video dhe një fundjavë sa më të këndshme për të gjithë ju. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.